e ka hetuar ILDKP-ja dhe pastrimi i parave, sepse ata pretendojnë që edhe kredin, pretendohesh atëherë, që ti ke marrë për 310.000 euro të mamas tënde, është shërben si pastrim parash. Ndërkohë që edhe ILDKP-ja, edhe Drejtoria e Pastrimit të Parave kanë hetuar nga 2009 deri në 2012. Është hetuar në mënyrë permanente me dokumenta edhe janë mbi 20.000 faqe të deklarimit të pasurisë. Dhe nuk kanë rezultuar as pastrim parash, as po themi evazion fiskal, absolutisht asnjë gjë. Çfarë ndodh? Do themi ne që okay, ILDKP-ja ka hetuar ty, Monika dhe Ilir Metën. Jo, nuk ka hetuar vetëm mua. ILDKP-ja ka hetuar maman time në Qelis. Dhe po ta vazhdojnë prap, do të shikoni se si ILDKP-ja i çonte letër të gjitha institucioneve bankare dhe që janë gati 38 institucione që pyeste për Ilir Metën, Monika Kryemadhi, Bora Meta, Besar Meta, Era Meta, Recep Meta, Fiqereta Meta, Fatime Kryemadhi. Quhet ai dokument, ta shohim dhe atë. Ky dokument është edhe aty në studio, mund ta shikosh. Të gjitha këto vijnë nga fashikujt e SPAK-ut, sepse unë nuk i kam ditur se këto kanë qenë sekrete. Pra, të gjitha këto unë i kam nxjerr tashmë nga pra, Instituti i Deklarimit të Pasurisë ka bërë hetim të thelluar në bazë të ligjit antimafia. Dokumenti që ka bankat, regjia që ka bankat, dhe gjitha institucionet, deklarimin noter, pasurit, zyrat e regjistrimit, pasurive, licencat, automjetet, pra për çdo gjë. Pra nuk ka hetuar vetëm për mua. Pra është dokumenti i LDKP-s, vetëm gjithë dokumentat. Patjetër, po jo, hetim pasuror në rregull në antimafia. Sepse hetimi pasuror ti mund ta bëje vetëm për 4 persona, por ti nuk mund shkoje, po themi tek vjerri, ke vjerra apo ke me radhë. Megjithatë nuk ka asnjë problemi dhe kjo është. E ka marrë nëna juaj kredin, thot SPAK-u. Jo, ka marrë unë kredi, mamaja ime ka marrë për veten e vet dhe e ka likuiduar. Mamaja ime ka të ardhur nga shitja pallatit. Unë kam 2 kredi. Një ka kredi mamaja ime. 310 që për blerjen e shtëpisë. Po, që e ka mamaja ime, dhe unë 200 që ime, dhe ata çfarë thon? Po pse është marrë kredi kur ju i shlyhet lekët keq? Po se ishim 2 shtëpia. Pra ishte një shtëpi, se ishte dubleks. Ishte mamaja ime që merrte pjesë. Unë edhe sot e kësaj dite prap me 2 shtëpia jam Artion. Sepse mamaja ime do shtëpinë vet, sepse ka motrat e veta, ka djalin e vet. Dosjen e SPAK është që këto para nga nëna juaj u shlyen kesh në një bankë të nivelit 2. Jo, nuk është ashtu. Ja ta them unë. Këto para janë marrë 180.000. Jo, janë shlyer. Jo, pra jo. U mor 310 dhe u shlye. Shiko çfarë ka ndodhur. 310 euro në bankë të nivelit 2 kesh. Jo, shiko çfarë ka ndodhur. Nuk është ashtu. Mamaja ime ka marrë 310.000 euro, ka shkuar në bankën Kredis për të paguar për personin në fjalë. Sa ishte vlera totale të 2 apartamenteve? Të 2 apartamenteve ishte 710.000 euro. Pra është 710 të 2 apartamentet. Janë 2 apartamente, një lart, një poshtë. 400.000 euro është apartamenti ku kam jetuar unë, që ishte 200 me kredi dhe 200 me të ardhura nga shtëpia e shitur në Qeret. Dhe mamaja ime ka marrë 310.000 euro kredi afatshkurtër. Pse? Sepse duhej të dorëzuar për njerë që të mos ta humte. Kur ka shkuar në bankën Kredis, banka Kredis i ka thënë, nëse ti këto para do t'i derdhësh për personin në fjalë, ne ti marrim automatikisht se ka detyrime këtu, kështu që merri këto para dhe shko direkte. Ka detyrime debitori. Po, dhe shko ke banka direkte për personin vetëm drejt për shtëpi, sepse kishin disa kredi në disa banka. Jo, ne kemi sqaruar SPAK-ut, po SPAK-ut nuk i leverdiste, sepse SPAK-u ka dhe një memo me 98 dokumenta nga ana ime dhe janë 107 nga mamaja ime. Dhe në këto moment ne kemi marrë Gridës borxh, Artionit borxh, Albanit borxh. Dhe çfarë kemi bërë? Për të plotësuar 700-ën. Po pse ke pasur të marrësh borxh kur ke marrë kredi dhe kredi? Jo, po sepse kredin mamaja ime kishte. Jo, sepse çfarë ndodhi? Kredin mamas time ja dhan afatshkurtër dhe u bëra unë dorëzanse. Ndërkohë që unë duke u bërë dorëzanse për kredin time, automatikisht ne duhet ta shklyonim. Dhe çfarë ndodhi? Ne shlym kredin ku nga këto 200 tënde? Po, ja shlyeva bankës. Ja shlyeva bankës. Dhe ndërkohë mamaja ime mori 100 ke mbesa, 50 ke nipi dhe 50 po themi ke vllai im. Dhe çfarë ndodhi? Këtë e shlyu në 2014 mbasi i filluan shitjet. Shitjet e apartamenteve të pallatit në planën tuaj. Në të cilën ndërtim. Dhe po të shikosh në gjithë transaksionet bankare, shitjet nëse unë i kishim marrë Gridës X lekësh borxh, të reqja kesh nga banka në 2014 apo në 2015 është e njëjta vlerë dhe është cilësuar në llogarinë bankare në statement. Të reqje kesh për shlyerje detyrimesh, të reqje kesh për shlyerje detyrimesh. Ka akoma pretendime për këtë episod se janë? Jo, nuk është këtu pretendimi, se kjo është gjithë filozofia. Ata nuk pretendojnë për blerjen e shtëpisë nga mamaja ime. Ata pretendojnë që ti ke bërë pastrim të produktit të veprës penale. Dhe unë them dakord, pastrimi i parave ti ke bërë hetim
administrativ, po e quajmë, ILDKP-ja dhe deklarimi pastrim është hetim administrativ. Tani ti më thua mua jo që kjo është pastrim i produkteve dhe veprës penale. Atëherë, ky pastrim, kush është vepra penale? Dhe çfarë ka bërë SPAK-u? Dhe SPAK-u lidh veprën penale, pra mamaja ime, Fatime Kryemadhi, dhe mikja ime Ema Çoku, sepse dhe mikja ime Ema Çoku është, unë s'mund të them që është mika, ajo është motra ime, sepse ne kemi jetu bashkë, dhe kush më njeh mua e di shumë mirë marrëdhënien time me të, kanë qenë persona të cilët kanë bërë veprimet bankare. Siç i bëjmë sot nuk i bëjmë dot ashtu, se sta pranojmë bankat e nivelit 2 sepse është rrit llogaria apo themi kërkesa llogarisë etj etj. Dhe çfarë kanë bërë? Dhe ato thonë që këto para kanë ardhur si rezultat i veprës penale që ka bërë Ilir Meta me Çes Dia. Tani absurditeti SPAK-ut është ky. Pra ti pretendojnë që mamaja ime ka pastruar produktin e veprës penale bashkë me Ema Çoku, ndërkohë që vepra penale ka ndodhur në dhjetor, shtëpinë mamaja ime ka bler në mars. Tani kur edhe gjyqtarja i pyeti, dhe tha të lutem shumë. Dhjetor dhe në mars, dhjetor të një viti paraardhës. Mamaja ime ka bler shtëpi në mars të 2010-s. Po. Ndërsa SPAK-u pretendojnë që Ilir Meta ka flet në një hotel me Kastriot Ismaili në dhjetor të 2010-s. Se veprimet financiare të Çes Dias kanë filluar në 2011-ën, jo në 2010-ën. Dhe kur s'ka qenë Ilir Meta ministër. Pra presupozohet që vepra ka qenë paradhënie. Jo, presupozohet SPAK-u, po s'ka si tjetë vepra paradhënie kur Dia është themeluar në shtator të 2010-s. Nuk ekzistonte kur kam bler unë shtëpinë dhe mamaja ime. Dia nuk ekzistonte, ishte e pathemeluar, nuk kishte kontratë. As me qeverinë shqiptare, as me Çes Diën. Pra Dia ka bërë kontratë me Dritan Priftin në shtator, në 1 shtator të 2010-s. Nuk e ka bërë as me Ilir Metën, as me Monika Kryemadhin dhe as me një familjar të. Pra Dia ka bërë kontratën me Dritan Priftin dhe Ilir Meta është bërë ministër në 18 shtator.